Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga shtunë 8 nëntor 2025. Dashi. Lodhja e bën veten të ndjerë. Është e rëndësishme të shmangni shqetësimet e palëve të treta, xhelozia nuk paguan, e lëre më tradhtia. Demi. Çuditërisht, një telefonat e rëndësishme do të mbërrijë pas dite. Ata që kërkojnë një shpirt binjak në dashuri mund të arrijnë më shumë se sa mendojnë. Binjaket. Një shpenzim i papritur, një llogari e kripur. Shumë probleme mund të shmangen, por vetëm nëse vërtet dëshironi. Gaforja. Jeni të preferuar në udhëtime dhe kontakte. Në dashuri është e mundur të rikuperoni pak shgënjimin kohët e fundit, tani është më mirë. Luani. Ne duhet të organizohemi në mënyrën më të mirë të mundshme, përndryshe rrezikojmë të bëjmë pak me keq. Një diskutim në shtëpi do të bëhet me pincë veçanërisht sonte. Virgjeresha. Një shenjë pozitive po vjen, edhe nëse keni qenë në një lidhje për një kohë të gjallë. Kjo ditë është gjithashtu pozitive për të bërë një ose më shumë udhëtime, ndoshta edhe për arsye familjare. Rinovimi në pamje. Peshorja. Tani mund të mprehni armët dhe të rivendosni urdhër në situata të pezulluara. Ngjarjet e preferuara në dashuri ku dukeni më të kuptueshëm. Akrepi. Ka pasur disa mangësi në familje, ju mund të qortoni ditë afër jush, nevoja për të përjetuar emocione të reja po bëhet më e fortë. Shigjetari. Pak relaksim në shtëpi duhet t'ju ngrej, ju duhet të gjeni hapësirat tuaja dhe mbi të gjitha dashurinë. Për çifte që kanë qenë së bashku për disa kohë është e nevojshme të zyrtarizohet marrëdhënia. Britsjapi. Ditë e bukur për beqarët, ata që kanë mbetur shumë vetëm duhet të largohen. Krijimtaria juaj ju lejon të arrini gjithçka në një kohë të shkurtër. Siguri gjatë rrugës. Ujori. Dita e lodhjes dhe e shqetësimit. Mundohuni të kurseni para. Peshqit. Ka ardhur koha e ngjarjeve, e emocioneve të mëdha. Dashuri të reja pasionante. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.